Sot jemi këtu si student të Universitetit të Prishtinës, së bashku me Parlamentin Studentor dhe të gjitha organizatat studentore, në një ditë me domethënie për institucionin tonë, por edhe për shoqërinë tonë. Universiteti i Prishtinës ka qenë historikisht një hapësirë e dijes, e përgjegjësisë qytetare dhe e qëndrimit për vlera. Ne e kuptojmë se drejtësia është një proces kompleks, sidomos kur bëhet fjalë për plagë të mëdha historike. Ne po ashtu e kuptojmë se sundimi i ligjit është një prej themeleve të Bashkimit Evropian dhe se besimi në drejtësi është kusht për paqe dhe stabilitet afatgjatë. Megjithatë, sot duam ta shprehim qartë një shqetësim që është i pranishëm të shumë qytetarë të Republikës së Kosovës, se perceptimi që proceset gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, po shoqërohen me standarde të pabarabarta, në zvarritje dhe me një mungesë të ndjeshmërisë ndaj kontekstit historik të luftës së fundit në Kosovë. UÇK-ja ishte një përgjigje e një populli ndaj shtypjes dhe dhunës sistematike. Prandaj, çdo trajtim i kësaj historie kërkon përgjegjësi, kujdes dhe drejtësi që nuk lë vend për dyshim. Ne nuk kërkojmë asnjë trajtim të veçantë dhe asnjë anashkalim të drejtësisë. Kërkojmë vetëm një drejtësi që është e barabartë, transparente dhe e bazuar në prova. Kosova ka qenë dhe mbetet e përkushtuar ndaj orientimit euroatlantik. Por ky orientim nuk mund të ndërtohet vetëm mbi marrëveshje politike. Ai duhet të ndërtohet mbi besim, mbi respekt dhe mbi vlera të njëjta për të gjithë. Sot nga ky vend, ne i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që të kontribuojë në forcimin e besimit në drejtësi dhe në shmangjen e çdo perceptimi që drejtësia mund të shihet si selektive. Ne si student duam një të ardhme europiane, por duam edhe një drejtësi që forcon paqen dhe dinjitetin e një populli që ka kaluar nëpër sakrifica. Prandaj nga këtu shfrytëzojmë rastin të bëjmë thirrje të gjithë studentëve, por jo vetëm, që t'i përgjigjen pozitivisht ftesës për protestën e datës 17 shkurt, me fillim nga ora 2, drejtësi jo politik. Sepse historia nuk rishkruhet, sepse drejtësia është detyrim jo zgjedhje, dhe sepse durimi i qytetarëve të Kosovës nuk është i pafund. Ju falenderoj.